Tani më duket se kam gjetur zgjidhjen për ne që jetojmë në Gjermani dhe nuk duam të harxojmë nga 80 e 90 euro me një prerje flokësh ose heqje të djegurash. Tani kjo pajisja thuhet që heq të djegurat. Se sa funksionon, unë nuk e di dhe fatkeqësisht nuk mund ta marr vesh dot tani, sepse unë sapo i kam prerë flokët kur isha në Shqipëri. Po gjithsesi do ta bëj një provë një herë. Kjo më sa pash unë ndizej direkt sapo e hapa, tani s'po di si ta hap. Si e hapi kjo? Okay, thjesht hap këtë butonin edhe ndizet direkt. Ka edhe këto, domethënë qartësisht është me baterisë, përderisa unë ndes direkt. Ka këto dy kapsët, ka edhe karkusin. Karkusi më që nga goxha i gjatë. Tani marr në një këtej nga cepi nga fundi unë. Edhe ta provojmë një herë. Kjo nuk pret gjatësinë, kjo është e mira e kësaj. Dhe ai kjo përdorej si pjaster me sa pash unë. Po nuk e di a filloi që këtu apo vetëm fund. Ta filloi që këtu vaje. Minimalisht duhet që ta krija pakun këtë. Okej, se herë tjetër do ta krej përpara se ta përdor, se tani po i bëj shpejt e shpejt. Shikoni pak sasinë e qimeve të vogla që hoqi. Më thënë me këtë nuk kam pse bëj më ato eksperimentet e tmerrshme që bëja me flokun. Dhe i prisja vetë në shtëpi, sepse prerjen e kam tashmë shkallëzim, i jap edhe një me këtë një herë në kaj. Shikoni pak sasinë e qimeve. Ne normalisht kjo besoj të merr pak kohë që ta bësh komplet flokun, po do t'i bëjmë, s'kemi çfarë bëjmë, se nuk do pagojmë 90 euro për të prerë flokët. Unë mendoj që është një domosdoshmëri për ne që jetojmë në Gjermani realisht. Jo vetëm në Gjermani, se unë them Gjermani se jetoj vetëm në Gjermani, po edhe në emigrim, besoj përgjithsisht në shtetet ku jetojmë ne si emigrant, janë të shtrenjta. Ato shërbimet e bukurisë, kështu që do sajohemi.